A është e vërtetë se të agjërosh natën e katërt thonë që është si të agjërosh 100 muaj. Respekte për ty, Allahu të ruajt. Amin, Allahu ju ruajt edhe ju. Natën ne nuk agjërojmë. Ndërsa dita është ditë prej ditëve të Ramazanit. Ke agjëruar një ditë Ramazani. Ndërsa nata ne falim namaz natë. Ne lexojmë Kur'an, bëjmë lutje, përmendim Zotin e gjithësisë, mund të bëjmë vepra të tjera të mira. Veprat e mira që bëhen gjatë natës katërt, vlera e tyre është pra më e mirë se 1000 muaj. Jo 100, po 1000 muaj. Lejletul Qadri khajrum min 1000 shahr. Nata e katërt, thot Zoti i gjithësisë, është më e mirë se 1000 muaj. Dhe profeti alayhis salam na orienton hadith që thot kush falet natën e katërt duke besuar dhe shpresuar i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Pra me u fal, me fal namaz. E orienton profeti alayhis salam bashkëshorten e tij Aishen që të bëjnë një lutje pra që bëhet shpesh në tonet. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës e do faljen, më fal mua. Ndërsa agjërimi, pra është ditë prej ditëve të Ramazanit, që ne patjetër e kemi urdhër prej të Madhit Zot dhe është një prej 5 shtyllave të Islamit agjërimi i Ramazanit, që agjërojmë dhe patjetër ka shpërblim të madh tek Allahu i lartësuar agjërimi. Është një hadith kutsi ku Zoti i gjithësisë thotë: pra çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit, ajo është për mua dhe unë shpërblej për të. Allahu ju ruajt.